Takimi i parë i bordit të paqes së Donald Trump të njëjtën ishte i mbushur me diskutime të ngjeshura për presidentin, por i let në detaje të tjera pasi një grup i vogël vendesh anëtare ofruan angazhime të mëdha financiare dhe thanë se do t'i nënshtroheshin shtëpisë së bardhë për rindërtimin e Gazës, referuar një analize të Politico. Rreth 20 vende anëtare që kanë nënshkruar sipërmarrjen e re të Trump njoftuan më shumë se 6.5 miliard dollar premtime financiare pas një fjalimi 47 minutash nga presidenti Trump, i cili këmbguli se përpjekja e re do të funksionojë me dhe jo kundër Kombeve të Bashkuara. Duke shpallur atë si bordin më prestigjioz të krijuar ndonjëherë, Trump njoftoi angazhimin financiar për 10 miliard dollarësh nga Shtetet e Bashkuara dhe premtoi se puna e bordit do të forconte Kombet e Bashkuara, por në të njëjtat komente ai tha se bordi pothuajse do të mbikëqyrte Kombet e Bashkuara dhe do të sigurohej që ajo të funksiononte siç duhej. Edhe pse takimi i parë i bordit duket se kishte shenjat e një projekti tjetër kotësie të Trumpit, angazhimet e disa anëtarëve për rindërtimin e Gazës ishin konkrete. Angazhimet financiare përfshin 1.2 miliard dollar nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe 1 milion dollar nga Arabia Saudite. Banka Botërore do të menaxhojë donacionet dhe do t'i shpërndajë ato në drejtimin e bordit të paqes. Një zyrtar i administratës sqaroi më vonë se angazhimi për 10 miliard dollar i Shteteve të Bashkuara ishte pjesë e një plani 10 vjeçar të rindërtimit, mbi të cilin do të punojmë në bashkëpunim me Kongresin. Investimi fillestar prej afërsisht 1.25 miliard dollarësh do të shkojë për heqjen e municioneve, strehim të përkohshëm, siguri, furnizime mjekësore dhe nevoja të tjera, tha zyrtari. Po kështu të paktën 5 vende kanë angazhuar trupa për një forcë së re stabilizimi për Gazën dhe 2.000 persona kanë aplikuar për t'u bashkuar me një forcë të re policore palestineze. Rimëkëmbja do të kushtojë rreth 53 miliard dollar sipas një raporti të publikuar nga Banka Botërore, OKB dhe Bashkimi Evropian. Trump premtoi të njëjtën se do ta ndihmojë OKB në aspektin financiar, duke shtuar se ne do të sigurohemi që Kombet e Bashkuara të jenë të qëndrueshme. Ndërkaq, Politico i referohet edhe deklaratës së kryeministit shqiptar Edi Rama. Ai deklaroi: Shumë thonë se bordi i paqes synon të zëvendësojë Kombet e Bashkuara, por mua nuk më duket si një përpjekje për zëvendësuar Kombet e Bashkuara. Por nëse ndihmon ta shkund atë gjigant në agoni dhe dashtë Zoti ta zgjoj, atëherë Zoti e bekoft bordin e paqes.